2 vatra zjarri janë aktive në territorin e qarkut Dibër sipas situatës raportuar për datën 13 gusht. Më problematike paraqitet vatra në parkun kombëtar të Lurës në vendin e quajtur Maja e Roveshit mbi fshatin Borje Lur. Gjatë natës zjarri është përhapur ndjeshëm i favorizuar nga era e fortë duke avancuar në 3 drejtime, nga Gur Lura, nga Fushë Lura dhe poshtë malit drejt banesave të Borje Lurës. Flakët janë afruar rreth 50 metra nga disa banesa, ndërsa situata vlerësohet shumë e vështirë dhe alarmante. Për përballimin e situatës në Lur janë angazhuar rreth 134 forca, mes tyre zjarfikës, punonjës pujor, administrata e zonave të mbrojtura, emergjencat civile, forca të bashkisë, vullnetar, 50 efektiv të forcave të armatosura dhe 10 punonjës të policisë së shtetit. Megjithatë, me rritjen e temperaturave, zjarri paraqitet gjithnjë më i vështirë për tu menaxhuar. Ndërkohë një tjetër vatër zjarri është aktive në vendin e quajtur Qapa e Helmes, në njësinë administrative Fushë Bulqis në territorin pranë njësisë administrative Selisht të bashkisë së Dibër. Zjarri ka zhvillime të pakta dhe ndodhet larg zonave të banuara. Në qafën e Helmesit janë angazhuar 10 efektiv zjarfikës të Bulqizës, ndërsa strukturat përgjegjëse vijojnë monitorimin e situatës. Prioriteti kryesor mbetet vënia nën kontroll e zjarrit në Lur dhe mbrojtja e banesave të fshatit Borje Lur.